Çmimi i naftës, ngritja e çmimit do ndikojë direkt në tëra gjërat. Për shembull, ne që jemi taksizi, do ndikojë të arritim çmimin. Edhe ushqimet që xhirojnë ndërmjet makinave të naftës, tëra që vinë do rriten. Neve do ta paguajmë populli i thjeshtë. Çmimi i naftës shënon një rekord të ri në qytetin e Korçës, duke shkuar deri në 198 lekë për litër. Ndërkaq ka edhe pika të tjera karburantesh që tregtojnë me çmime më të larta. Edhe benzina ka shënuar rritje të konsiderueshme. Në disa prej karburanteve të qytetit Korçës, çmimi i naftës ditën e sotme varion nga 193 deri në 198 lekë për litër, një rritje me gati 27 lekë më shtrenjtë se disa ditë më parë. Prej datës 4 mars, Autoriteti i Konkurrencës ka filluar monitorimin në pikat e tregtimit të naftës me shumicë dhe pakicë, në rast se vërehen çmime që te i kalojnë ndryshimet në bursën globale. Në këto kushte, një qytetar jep një këshill për drejtuesit e mjeteve. Për momentin nuk është se ka makinë me naftë, unë ka me gaz, kështu që s'mi intereson dhe shumë, kështu që i sugjeroj njerëzve gazin. Çmimi i hidrokarbureve në vendin tonë filloi valën e rritjes menjëherë pas përshkallëzimit të situatës në lindjen e mesme, ndërsa efekti më i madh u ndje pasi Irani mbylli ngushticën e Hormuzit, nga ku kalon rreth 20% e naftës në nivel global.